600 vota. Le të thëtë edhe këtë që i ka bim, dikush e ka shtu 600 vota. Edhe pak venduesës kanë 4, Dritën Selmonaj, Anton Quni, PDK-ja Femi Faqarizi, që kështë legenda jam, shumë e adhëra e këtë njëri, Najt Hasani, Kujtim Goshi, Luljeta, Veselaj Gutaj, Arjanit Qolako, Fadil Demako, Enver Hoxhaj, krejt këta, do më thonë, une e quj gabim njërzor, dhe në 10 vota, mënet me gabu njëri, me prej gabim atë për numrin, se tash është digitalizua dhe ka mundësi me bo gabim. Dhe në 10 vota, si ta ka përcen 100 shënanena, aja është hajni, edhe jo hajni, pa hajni industriale. E orkestrum? E orkestrum për këtë subjekte politike. Që s'ka... Nuk po thëmë që subjekte politike se PDK-ja veç është distancu, Lumir Abdigjiku një farforme o distancu edhe pse i akuzoj këtë grupin cilë për kërkojnë shkarkimin e tina që pas ka dosh mi dëmtu deputet e rinë. Ishte realisht edhe ishte me theks tek Parisi. Po, të Paris Guri, po, saksisht e pa të Paris Guri, dhe me thonë, a i sulmoj ke këtë pjesën cilë për kërkojnë shkarkimin e Lumir Abdigjikut, Parisi është kraj i Lumirit edhe realisht një farë gjysë distancimi. Tash, nëse mbrojnë ashtë të Parisin, nëse kishë vjetë Parisi, që a kishë thonë Lumiri? Se na e kena një farë komunikimi... Nështë ta kishë me reagu njëtë. Tash, mënyra që shka reagu i ka morë mbrojt e këtë grupin e trimve, dhe me thonë nëse këshin vjetë sa të rinë, të këta vjetit s'ka pos gojle. Se bëtë se e kena në një komunikim të Lumir Abdigjikut për do vota që akuzohen për vje dhe për jashtë dhe së da soj dite Lumiri nuk ka shku kur farë statusi për atë farë pune. Kështë që nuk bënë ashtu, ose distancohesh komplet prej se cëllit hajnë kofti ri, kofti vjetër, ose i mbrun krejt. PDK-ja dore në zemër e pa qëndrimin në atë mirin, është distancu për krejt aty në njerëzve cëllët kanë guzu me prej këvullnetin e qytetarëve, vetë vendosja halos ka reagu. Po,